vazhdueshme. Prandaj unë besoj që asnjëra parti nuk do të jetë në gjendje të formojë qeverinë e vetme, e as lëvizja vetëvendosje, por do të ketë nevojë për një partner, të paktën një partner të madh që del nga shumica shqiptare. Por, pse shoh të mundshme krijimin e qeverisë re dhe arritjen e koalicionit të mundshëm, po besoj që partitë politike, sidomos lëvizja vetëvendosje, ka marrë mësim gjatë kësaj periudhe që për të ndërtuar koalicion duhet ndërtuan urat e bashkëpunimit, jo të etiketohet opozita, jo të etiketohet, të shahet me terma pejorativ dhe pastaj t'i kërkosh atyre bashkëpunim. Sepse edhe po të donin ato, nuk mund dilin kundër vullnetit e elektoratit të tyre. Sepse elektorati e krijon një perceptim që një parti nëse shahet dhe pastaj hyn koalicion me partinë e cila ka etiketuar si të tillë, atëherë i bie si në nënshtrim. Prandaj një po shihni që po kemi nevojë shpesh të drejtohemi kutive të votimit dhe para qytetarëve pastaj si të kërkohet vota. Pra